Dashuria dhe mëshira në familje. Dashuria dhe mëshira që Zoti ynë ju ka dhuruar bashkëshortëve në Kur'an shprehet me termat meudet dhe rahmet. Kjo ndjenjë që shprehet kështu në ajetin, një prej shenjave të tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortët tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Në të vërtetë, në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë. Lum 30:21. Si një nga mirësi nga Allahu i lartë madhëruar është lidhja më e fortë e familjes, mbrojtëse për të, burim i paqes dhe qetësisë. Paqja dhe qetësia që shprehet në ajetin kuranor është një paqe dhe qetësi si fizike ashtu edhe shpirtërore. Kështu, dashuria dhe ndjenja e afërsisë që krijohet në mënyrë reciproke formon një kalat të tillë që ndoshta edhe dy persona që para kësaj nuk e kanë njohur as pak njëri tjetrin, marrin në besim dhe siguri veten e tyre në këtë kala shpirtërore. Kjo mbrojtje e dashurisë dhe mëshirës, cilën e ka dhuruar Allahu i lartë madhëruar, janë përtej mbrojtjes materiale dhe fizike, duke siguruar ambientin e dashurisë dhe mëshirës, ambient ky për të cilin njeriu ka më shumë nevojë, mundson që personi të jetojë një jetë të qetë e të lumtur.